Në Shqipëri, parlamenti u përfshi në polemika një ditë pas deklaratës së Bashkimit Evropian ku shpreh shqetësimi për ligjin e pastërtisë së figurave në lidhje me disa aspekte si për procedurën ashtu edhe për përmbajtjen. Opozita akuzoi të djathtë duke deklaruar se shqetësimi i partnerëve ndërkombëtar sipas saj ka të bëjë me synimin e qeverisë për të goditur drejtësinë. Por përfaqësuesit e shumicës ashtu si edhe pas takimit të dieshëm me Trojkën Evropiane në Tiranë kanë mbajtur të njëjtën qëndrim se po mbrojnë siç shprehen një kaos të drejtë. Njofton nga Tirana korespondenti Armand Mero. Një ditë para hyrjes në fuqi, ligji për pastërtinë e figurave ka shkaktuar debate të tjera, opozit. Këtë herë të nxitura nga deklarata 24 orëve më parë e Bashkimit Evropian. Një deklaratë e cila përmbante të njëjtin shqetësim të shprehur radhazi nga Shtetet e Bashkuara, OSBE dhe Këshilli i Evropës. Por sërish as kjo përpjekje nuk ka ndryshuar asgjë në pozicionin e shumicës, e cila madje nuk shesi një problem këtë kundërvënie të përsëritur të partnerëve të rëndësishëm ndërkombëtar të Shqipërisë. Çështja e ligjit për pastërtinë e figurave nuk ka qenë asnjëherë debat i majorancës me partnerët tanë euroatlantik. Në asnjë rast, në asnjë çast. Ka qenë një debat midis majorancës dhe opozitës, të cilin ne kemi fituar në fushën e lojës, këtu pra, 10-0. E kemi fituar këtë debat sepse kemi mbrojtur një kaos të drejtë publikisht. Në deklaratën e dieshme të Bashkimit Evropian thuhet se ligji ngre shqetësim në disa aspekte që lidhen si me procedurën ashtu dhe me përmbajtjen. Deklarata gjithashtu veçonte rëndësinë që ka dialogu politik si një kusht për pranimin në Bashkimin Evropian, si dhe një gjyqësor mirë funksionuese i pavarur. Por për zëvendës kryeministrin Genspollo, i cili priti dje Trojkën Evropiane, dialogu politik nuk ka munguar në Shqipëri, po ashtu qeveria sipas tij ka dëshmuar interesin për një sistem drejtësie të pavarur, duke përmendur ligje të kaluara me konsensusin e opozitës. Por për përfaqësuesit e majtë, thirrja e Bashkimit Evropian e më parë edhe ato të Shteteve të Bashkuara nuk kanë të bëjnë me shqetësimin nëse hapen apo jo dosjet, por me faktin se sipas tyre po synohet të goditet drejtësia. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Astrid Patosi ndërkohë akuzoi opozitën se i kundërvihet ligjit për shkak të lidhjeve sipas tij që e majta ka me krimet e diktaturës, duke bërë thirrje që ajo të ndahet nga e shkuara. Por për kryetarin e grupit parlamentar socialist Valentina Leska, opozita nuk mund të bëhet ortake në shkeljen e kushtetutës. Jam e çuditur dhe e keqardhur sepse kjo ftesë vjen një ditë mbas deklaratës së Bashkimit Evropian pra të 27 vendeve. Natyrisht vjen mbas deklaratave që kanë paraprirë këtë deklaratë, pra deklaratave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Këshillit të Europës, të OSBE-s, pra duke na ftuar që të bëhemi ortak në një shkelje kushtetuese, duke na ftuar që të bëhemi ortak për t'ju kundërvënë gjithë partnerëve tanë euroatlantik. Zonja Leska i konfirmoi faktin se socialistët do të bëjnë ankim në gjykatën kushtetuese. Sot janë mbledhur të gjitha firmat dhe ashtu siç është deklaruar, nesër depozitohet në gjykatën kushtetuese. Ashtu siç kishte paralajmëruar dhe kryeministri, djathta konsideron se anëtarët e gjykatës kushtetuese janë në konflikt interesi pasi një pjesë e mirë e tyre mund të jenë subjekt i ligjit. Ne e kemi respektuar gjitha vendimet e gjykatave, sidomos gjykatës kushtetuese, dhe jemi gati që ta bëjmë sërish këtë, por sigurisht ne nuk mund të pranojmë një vendim në konflikt pastër interesi. Debati për këtë ligj natyrisht nuk do të mbyllet këtu. Në planin e brendshëm ai do të vazhdojë të mbetet i hapur, sepse vetë parlamenti do duhet të merret me ngritjen e autoritetit të kontrollit. Në planin e jashtëm nuk dihet nëse qëndrimi i ngurtë i qeverisë do të ketë apo jo pasoja. Kjo çështje po diskutohet në Bruksel në vendeve anëtare, disa prej të cilave, si për shembull Anglia, siç konfirmoi dje ambasadori i saj, janë të mendimit se ligji po bën hap prapa dhe do të ndikojë në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, veçanërisht në këtë fazë ku Shqipëria synon të aplikojë për statusin e vendit kandidat për anëtar. Pikërisht sot parlamenti miratoi një rezolut ku i kërkon qeverisë të nisë procedurat e aplikimit në konsultim dhe me vendet anëtare. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.